dija diçka mbi atë përplasje që ka pasur mes Kinës dhe Londrës apo Britanisë së Madhe në lidhje me një dëshirë të madhe të kinezëve për të ndërtuar rezidencën e re të tyre në Londër, por në një pikë shumë strategjike dhe njëkohësisht delikate sa i takon sigurisë kombëtare të Britanisë së Madhe. Për çfarë bëhet fjalë, zoti Bara, ju lutem? Dori, kjo është shumë e rëndësishme të dihet për televizionistët tanë se Kina ka shumë vite që do një ambasadë mu në qendër të Londrës afër Tower Bridge, afër një ndërtese që është më vjetër se 900 vjet, ku mbretërit e mbretëreshat e Anglisë kanë sunduar, kanë jetuar e kanë krijuar këtë shtetin e sotëm që kemi këtë Britaninë e Madhe. Edhe është përveç që është një simbolik për Kinën, sepse ndërtesa ku është propozuar dhe ku është blerë është tamam 100 metra larg Tower Bridge. Por në këtë ndërtesë, para 400 vjetësh është krijuar edhe funta sterlinga angleze, para valuta kryesore e Britanisë së Madhe, siç njihet me Royal Mint. Domethënë e ka të farë licencën e mbretërisë, e monarkisë, e ka pas për 400 vite ku janë shtypur parat. Edhe tashmë në Britaninë të Madhe për këto ndërtesat historike, këto nuk guxon të preken. Domethënë kanë mbrojtje fizike dhe janë gradime. Është grade grada 2, grada 3, janë me gradime. Domethënë një nivel i kualifikimit të ndërtesës së vjetërsisë, edhe nëse blen ti, je i limituar se çka duhet bësh me ndërtesë. Nuk mund ta rrënosh krejt fizikisht, por mund ta riparosh. Po kanë një status të veçantë. Kanë një status të mbrojtjes, ashtu. Kinezët e kanë blerë për gati 280 milion pound këtë ndërtesë. Ka një kuadrat shumë të madh, është sa 3 herë kjo ndërtesa e mbretërisë, domethënë aty afër, edhe është një lokacion strategjik, por nuk është ndërtesë, nuk është çështje për britanikët, sidomos për shërbimet e inteligjencës britanike, MI6 ose MI5. A ndodhet pranë godinës e MI6-it? Jo, në fakt nuk është aty problemi. Problemi është që nër tokë, aty 3 metra larg për rreth në mënyrë qarkore për rreth ndërtesës së Royal Mint ku ndërtohet ambasada kineze, kalojnë tubacionet, kalojnë këto fibrat, këto kablot fibrike që përçojnë internetin, po jo vetëm internetin, po që i përçojnë të gjithë transaksionet financiare që bëhen nëpërmjet City of London, Londrës, edhe Wall Street në New York, por edhe Frankfurtit në Gjermani. Pra është tamam arteria kryesore transaksioneve gati 70%. Pra është një ndër pikat më nevlargjike të le themi Londrës. Absolut, jo vetëm Londrës, po të botës, të gjitha tregjeve në botë, sepse mos harrojmë Londra për shkak zonës që jemi në kohës, që jemi 1 orë mbrapa Evropës, edhe 4-5 orë përpara Amerikës. Londra është përzgjedhur si vend kryesor i tregjeve në botë për shkak kohës, dimensionit që ka, domethënë mu në mes të kohës së lindjes edhe kohës së perëndimit. Edhe në anën tjetër përqimi i kablove, i transaksioneve dhe transmisioneve, informacionit kryesor të financës kalon pikërisht ka Londra nëpër Evropë, përderisa për Evropës nëpër Londër kalon në New York. Edhe kjo është një pjesë domethënë artere Për ta kuptuar më mirë, britanikët fillimisht e kanë kundërshtuar këtë kërkesë të Pekinit, apo jo? Gjatë kohës së konservatorëve, kur Partia Konservatore ishte në pushtet, nuk e miratuan. Boris Johnson edhe Rishi Sunak, se ish kryeministra, nuk e miratuan për shkak se MI6 ju tha, nëse ju e lejoni ndërtimin e kësaj ambasade, super ambasade, se do të jetë ambasada më e madhe kineze në botë, edhe më e madhe në Evropë, atëherë 3 metra larg kësaj ndërtese, ne edhe MI6, edhe sistemi financiar, edhe sistemi i teknologjik i transmisionit fibrave telefonike janë 3 metra larg. Edhe kinezët kur kanë propozu atë farë dizajnin se çka do bëjnë me këtë pjesë, domethënë me këtë tokë, ata kanë propozuar që do të ketë thellësi deri në 20 metra nër tokë, ku do ndërtohen disa dhoma të dyshimta për shërbimet sekrete britanike, ku aty gjasat janë që mund të ndërtohen 2 gjëra, ose mund të ndërtohet dhomë dëgjimit, ose dhomë që mund të bëjnë shpime nër tokë, edhe do kenë qase në këto kablot e informacioneve. Me këtë që po më thoni ju, i bie që pushteti Pekinit jetë më i fortë në Londër se shërbimet sekrete, domethënë